Qenia e Sali Berishës në krye të opozitës është një shans i madh për ne. Po pse? Sepse po kemi të bëjmë me një personazh i cili e ktheu Partinë Demokratike nga një projekt të lirisë në një parti anti-PS. Dhe tani nga një parti anti-PS e ka kthyer në një fraksion të asaj që ka të bëjë vetëm me të. Dhe sigurisht një pjesë e madhe e memorjes PD-s është e lidhur me të. Kjo është arsye pse ai mbledh njerëzit përreth. Unë nuk dua të zhytem në analiza të natyrave të tilla, sepse në fund fare jam në konflikt interesi, sepse e kam kundërshtar dhe jam duke bërë fushat. Por mendoj se opozita aktualisht po bën fushat për të qenë opozitë. Dhe ka rënë pre një sistemi i cili nuk e ndihmon opozitën. Ky lloj sistemi që ne kemi miratuar me konsensusin e Partisë Demokratike nuk e ndihmon opozitën. Një opozitë do t'i duhej një sistem i cili e polarizon, e ndan, ta quajmë kështu në thonjza, shoqërinë, i bën më të qarta referencat e ndarjes. Ky sistem nuk e bën këtë. Ky sistem përkundër nxit betejën brenda llojit tek mazhoranca, menaxhohet nga fijet e pushtetit, nëse mund të flasim kështu, kurse tek opozicioni kjo krijon kosto, të cilat shtuar dhe ato të meta që thash pak më parë, i rrisin mundësitë tona për të qenë më të zhurmshëm në thonjza, për të qenë më të dukshëm, sepse po të shikosh në krahun tjetër nuk ka asnjë lëvizje të mirëfillt prej politikani përveç Sali Berishës. Kjo është e mirë për ta, është dhe e keqe. Kjo është vetëm njëra anë. Ana tjetër është që opozita është ndarë në disa fraksione. Nuk kemi më opozitën e 2005-s, e cila nuk e di se si e gjeti modusin e vet dhe u bashkua. Lindi lufta brenda llojit edhe aty edhe e shpërbëj. Brenda nesh nuk ka luftë brenda llojit. Vetëm luftë brenda llojit që ka brenda nesh është pse po hyn ti në zonën time, pse po merr ti në telefon votuesit e mi. Domethënë, e kuptoj. Dhe kjo është normale. Futja kot, domethënë në kuptimin e luftës brenda llojit, nëse mund të flasim kështu. Kurse në opozit është ndarë, fraksionuar, janë partitë e reja, janë partitë të quajmë kështu të vjetra, por të karakterit teknik të djathtë, me zotin Dashamir Sheu e tjerë që kanë një koncept konservatorizmi në politikë, pra pak më djathtë se sa e djatha që jemi mësuar ne të shohim, dhe është zoti Berisha me të vetët, të cilët në një mënyrë apo tjetër e kanë krijuar këtë paqartësi tek votuesi, i cili në këto votime duhet ta shikojë Partinë Socialiste si një mekanizëm, jo si një parti. Pse e them mekanizëm? Mekanizëm sepse është hera e parë që vota për PS-n, duke qenë kaq pranë procesit të integrimit, duhet shikohet jo si vot e majtë. Duhet shikohet si një vot për integrimin evropian. Nuk po bëj retorik. Jemi aq afër sa besoj shumë shpejt kemi për ta kuptuar këtë. Gjithë shansi i humbur i 96-97-s, unë mendoj se ka mundësi të rikuperohet për shkak të situatës që po ndodh në Europë. Lufta e Ukrainës ka ndrruar rregullat e lojës. Ne mund të jemi brenda 2-3 viteve antar të Bashkimit Evropian, pavarësisht se kjo tani mund të duket e çuditshme. Dhe për këtë arsye, vota për PS-n është votë për Shqipërinë.